Detajet e reja kanë dalë në dritë në lidhje me ngjarjen e rëndë të një nate më parë, ku pas një atentati mbetën të plagosur 4 persona. Bodyguardi i Rend Stafa, i cili po drejtonte makinën në momentin e atentatit, është marrë në pyetje. Ai ka thënë se nuk ka konflikte dhe se në momentin e ngjarjes nuk ka vënë re asgjë të dyshimt. Ai tha se po shoqëronte fëmijët nga Durrësi ku ishin në një festë drejt shtëpisë dhe për herë të parë ndoqi një tjetër itinerar për në shtëpi, duke u futur rrugës së Lundrës me qëllim shmangjen e trafikut. Në makinën që ai drejtonte u gjet një pistolet me leje nga kompania e sigurisë Pelikani Security. Autorët e atentatit, të dyshuar se kanë qenë 2 persona, kanë kryer sulmin me motociklet dhe më pas janë larguar në drejtim të paditur. Deri tani policia nuk ka arritur të gjejë asnjë gjurmë apo informacion për identifikimin e tyre. Hetuesit ende nuk kanë arritur të përcaktojnë motivin e këtij atentati të rëndë, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që autorët të kenë ngatëruar shënjestër. Sipas informacioneve, 3 të rinjt, shok me njëri tjetrin, kishin dalë për të festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit dhe po ktheheshin në shtëpi. Të shtënat me armë drejt tyre dhe ndjekja nga autorët ka filluar nga rreth rrotullimi i Shkozës përgjatë autostradës deri tek Teg dhe më pas, shoferi i G-klasit për të shmangur atentatorëve ka shkuar drejt Lundrës. Si pasojë të shtënave të shumta me armë nuk i mbanin frenat dhe janë përplasur në vendin ku u gjet makina mbrëmjen e djeshme. Lidhur me gjendjen e tyre shëndetësore, bëhet me dije se shoferi 34 vjeçar Rend Stafa dhe 19 vjeçari Kian Mullahej ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë 2 plagosurit e tjerë të mitur, Marko Demiraj, 17 vjeç, ndodhet në gjendje stabël, ndërsa 11 vjeçari Dior Demiraj ndodhet në gjendje më të rëndë. Bëhet me dije se familjarët e të plagosurve nuk kanë qenë në dieni dhe janë lajmëruar nga policia rreth një orë pas ngjarjes.